Avokati i popullit Naim Qela është në studio për diskutua lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut dhe se si e gjithë blokada politike që e kemi parë gjatë këtij viti kanë ndikuar drejt për së drejti në jetën e shqiptarëve. Atëherë, avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se jeta. Faleminderit shumë. Avokat, do ta nisim me zhvillimet e fundit, si keni parë rikthimin e kryetarëve serb, listës serbe në komunat veriore të Kosovës, marrë parasysh që ka pasur shqetësime lidhur edhe me marrjen e mandateve, por edhe me legitimitetin e kryetarëve shqiptar aktual që kanë qenë deri më tani. Çka do thotë për qytetarët serb rikthimi i kryetarëve serb atje? Bon, fillimisht e shoh si një tranzicion normal, në demokraci kështu funksionon. Populata, qytetarët, votuesit vendosin kush ka me udhëheq në proces të rregull zgjedhor dhe si rezultat i zgjedhjeve natyrisht edhe bartët pushtetit e ata që kanë fituar zgjedhjet, ndërsa në raport me situatën që ishte krijuar pas vitit 2022 kur pat një bojkot të përgjithshëm të institucioneve nga qytetarët serb, besoj që është një rikthim i përfaqësimit politik e institucional të komuniteteve që jetojnë atje dhe besoj që kjo i kontribon në situatës përmirësimit demokracisë dhe natyrisht është në interesat i vetë qytetarëve që jetojnë atë pjesë. E dim që kryetarët e sotëm të listës serbe përfaqësojnë ashtu si gjithatë edhe shumicën e votave të marra në këto zgjedhje, po megjithatë përfaqësojnë vullnetin e lirë të qytetarëve serb atje, marr parasysh veprimtarinë, shqetësimet e ngritura për këtë parti. Është edhe në demokraci duhet me funksionu ligji. Përderisa zgjedhjet nuk janë kontestu, kanë kalu të rregullta, janë cilësu si shumë demokratike. Natyrisht në momentet kur ka pas shqetësime se ka mund të ketë ndikim në vullnetin e qytetarëve, janë autoritetet kompetente që reagojnë, nuk ka pas një spaku, një prezencë të tillë të ndonjë ndikimi që kish me mujt me e cenu çfarë do legitimitetit të tyre zgjedhjeve. Kështu që unë besoj që gjithçka është e natyrshme krejt çka po ndodh, vetëm se situata po kthehet në normalitet, edhe unë po besoj fuqishëm që në një ambient shumë të përshtatshëm ku natyrisht kryetarët e zgjedhur dhe struktura tjera institucionale si kuvendet e komunave në ato komuna natyrisht mund me bëni punë shumë mirë në interes qytetarëve, edhe unë po shpresoj që kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Dhe ndërkohë gjatë këtyre viteve që në kryet këtyre komunave kanë qenë kryetarë shqiptar, a keni pranuar si institucioni avokatit popullit ankesa nga qytetarët serb që ndërlidhen me institucionet publike atje ajo? Kemi pranu. Dhe edhe natyrisht këto ankesa ne kemi trajtuar me shumë kujdes, të e pas parasysh ndjeshmërinë që ka pas situata në këto komuna. Në disa raste unë kam shku dhe kam vizitu qytetarët, kam taku drejt për drejt kur kanë pas problemet së natyre. Kryesisht për çka kanë qenë avokat to ankesa? Po të nis prej shpërndësimeve që ndodhen në një periudhë kur qytetarët reagonin se këto po bëhen në kundërshtim me kriteret ligjore, pastaj kërkesa për rënimin e shtëpive në lëshak, pastaj çështje tjera që lidhen me pajisjen me dokumente personale, ose më mirë me thonë vështërsitë, barierat që qytetarët e këtyre komunave kanë mu pajisje me këto dokumente, aspektet drejtave gjuhësore, përdorimit të gjuhëve që ata nuk i kanë gjuhëtar, ose komunikimi i zyrtarëve me qytetarët vetëm në gjuhën shqipe. Ankesat të natyrave të ndryshme, cilat ne kemi trajtu, i kemi adresu, disa kanë marrë zgjidhje, disa kanë marrë epilog, disa kanë pas vetëm efekt parandalus, pra janë parandalu veprimet e mëtejme që mund t'i cënojnë të drejtat e komunitetit që jeton në atë zonë, po besoj që në përgjithësi edhe me kryetarët që kanë qenë në mandat që tash ju ka përfundu, ne kemi pas një komunikim shumë të natyrshëm, shumë normal, janë përgjegjës kërkesave tona. Shpeshherë është vrejt një mungesë themi e zbatimit procedurave të plota, si ndoshta edhe mungesë përvojës stafit edhe vetë kryetarëve, por që ne të dhënë rekomandime dhe të tregu se ku kanë gabu dhe ku janë shkeljet, po besoj që kemi ndihmu me përmirësu sado kudo me qenë më afër kërkesave që i kanë pas qytetarët. Dhe ky bashkëpunimi që po thoni që e keni parë me kryetarë shqiptar, prisni
Keni shpresë që do të mund të vazhdojë me kryetarët e zgjedhur tani? Unë besoj që po, ata janë kryetarët komunave të Republikës Kosovës, kanë detyrim kushtetues ligjor me bashkëpunu, me ju përgjigj kërkesave të avokatit popullit si krejt autoritetet. A janë përgjigjur në të kaluarën për shembull, a keni përvojë me ta? Janë përgjigj, por ndoshta jo në nivelin e si themi e përgjegjësive që kanë, por që përgjegjësi ka pas komunikim, ka pas bashkëpunim. Natyrisht shpesh herë janë përcjell me mungesë të simboleve të shtetit, me tentim me ju shmang disa si me thënë, aspekteve formale, procedurale që natyrisht ne kemi kërku me i respektu, por që nuk është që kemi pas një problem ose një shqetësim të theksuar në raport me bashkëpunimin. Sa duket, kjo vjen edhe si rezultati qasjes të institucionit, por edhe vetë mënyrës se si perceptohet institucioni avokatit popullit tek qytetarët, të fakti që ne gëzojmë një besueshmëri të lartë në publik edhe mandati jonë është kryesisht dhe kryekput në raport me standardet që lidhen me drejtat njerëzit, si jemi institucion politik, besoj që e ban më të lehtë edhe komunikimin edhe bashkëpunimin edhe çdo aspekt punës tonë. Sa i përket kësaj çështje e keni parë, po besoj që pas reagimit tuaj lidhur me mos certifikimin e listës serbe ka pasur një reagim nga zyrtar qeverisë, ish ministra e drejtësisë ka shprehur dilema dhe ka quajtur pa drejtësimin tuaj për mos certifikimin e listës serbe. Si e komentoni? Po mendoj që çdo opinion, qëndrim, vendim i autoriteteve publike mund të komentohet, prandaj edhe jemi shoqëri demokratike. Avokati i popullit qëndrimet e veta i bazon gjithmonë në ekspertizë dhe në standardet që lidhen me drejtat e njerëzit. Nuk lëshohem dhe nuk merrem me komentet e deklaratave politike. Natyrisht, unë e kam pa deklaratën e zonjës Haxhiu. Me të njëjtën kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë sa ka qenë mandat ministrës dhe ka qenë një ministrive më korrekte në bashkëpunim. Megjithatë, ata mund të kenë kundërshtime, mos pajtime, por realiteti është ai që unë e kam theksuar në opinion. Demokracia e Kosovës, sistemi jonë juridik e kushtetues, nuk lejon, si të themi, përjashtime politike ose vendime që janë të politizuara e që kanë të bëjnë me standardin për me përfaqësu në zgjedhje, qoftë për të votuar ose për të qenë i votuar. Edhe këtu du me citu me parafrazu Kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila përcakton që secili qytetar i Republikës të Kosovës ka të drejtë të zgjidhet dhe të zgjedh, dhe kjo drejt mund kufizohet vetëm me një vendim gjykate. Pra konsideroni që është dashur të ndiqen mjetet juridike? Absolutisht që po. Në rast se ka... Sondimi i ligjit në një shtet demokratik është prioritet edhe asnjë veprim që del jashtë kornizave ligjore dhe procedurave të përcaktuara në legjislacion, konsideroj që është ndam të kësaj demokracie, ndam të sistemit juridik dhe rendit juridik, edhe nuk besoj që përfaqësimi institucional dhe politik e qytetarëve duhet bëhet përmes vendimeve administrative politike kur kemi të bëjmë me pjesëmarrje në zgjedhje. Mirë, avokat Flasin... Në fund fundit, legjislacioni është shumë i qartë. Ne kemi konsideruar që edhe nuk ka një bazë ligjore, që padyshim vendimarrja do të jetë e autoriteteve përgjithëse kompetente, por që nëse i referohemi ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, partitë që janë të regjistruara me automatizëm konsiderohen certifikuara dhe mbetet me pa ditën vëm se si do të shkojë këtë kjo situatë. Po, avokat kur flasin në përgjithësi, po e mbyllim vitin pa institucione, gjatë gjithë vitës kemi parë bllokada politike. Si reflekton mungesa e institucioneve direkt në jetën e qytetarëve, cilat fusha, sektor konsiderohen që kanë prekur jetën e qytetarëve si shkak i mungesës institucioneve? Po, natyrisht ka pas shumë ndikim. Edhe fakti që po bëhet një vit thuajse prej kur ka filluar procesi zgjedhor, edhe akoma merremi me problemet e zgjedhjeve, ka politizu shoqërinë në një mas tepër ekstreme, sa që kanë fillu me dalë në shprehje edhe gjuhë e cila veç mund të eskaloj edhe në një situatë papranueshme, papëlqyeshme prej nesh. Jeni shqetësuar me diskursin aktual publik? Patjetër që po. Të shumë përqarës, urrejtës, sepse nuk ka të bëj vetëm me rastet individuale, por kjo sikur po shndrohet në një standard ku
mungesa përgjithësisë për fjalën publike dhe mungesa e kujdesit që në diskursin publik mu përdor një gjuhë e cila nuk cënon dinitetin e tjetrit, nuk cënon, si të themi, integritetin e tjetrit, ose run një frymë ma tolerante në mrena shoqërisë, unë mendoj që është shumë problematike. Ndërsa tek pyetja që parashtru tek mungesa e institucioneve, është një vakum i madh, jo vetëm i mungesës e institucioneve, po dhe shumë veprimeve që prej cila varet drejt për drejt mirëqenia e qytetarëve dhe ardhmja e tyre. Mos harrojmë ka stagnu legjislacioni, pra ka stagnu në hartimi i ligjeve që kanë qenë drafte, ligjeve që kanë qenë gati në fazën përfundimtare, për cilave ligje me siguri kishin përfituar shumë qytetarë. Në anën tjetër, nuk kemi politika të qarta qeverise, s'kemi një plan qeverise sa fat gjatë, s'kemi shumë institucione që tash të varen nga krijimi i institucioneve dhe për funksionimin e tyre, pra krejt kjo ka bë që tu marrë me këtë pjesën e garës politike, do shta me hub fokusi prej të drejtave elementare ose bazike që i ka qytetari, e që ballafaqohet çdo ditë më tepër me vështirësi natyre sociale, të shërbimeve shëndetësore, të cilësisë së arsimit, cilësisë së jetesës, në krejt aspekte, mendoj që ka pas stagnim dhe besoj që ka qenë një vit tepër i vështirë. Po, dhe sa i përket avokat kësaj gjuhës që e përmendët që jeni shqetësuar me diskursin aktual publik, kush më shumë po i kontribuon kësaj gjuhës dhe si sqaruan këto zhvillimet e fundit, sidomos deklarimet e fundit, pam një kryetar komune i cili sulmon baza gjinore ka gjuhë degraduese ndaj një ish kandidati për deputete dhe a paraqesim për juve një ish avokati i popullit i cili akuzon mediat si vrasës me pagesë dhe ka gjuhë ofenduese ndaj mediave. Çka tregojnë që ato? Ne sot kemi dalë me një komunikat publike lidhur me këto që ju po i theksani. Konsideroj që është përgjithësi para së gjithash e atyre që kanë pozita publike dhe që kanë ndikim publik, mu përmbajt edhe mu kujdes për gjuhën që e përdorin. Mos harrojmë se gjuha e urrejtjes, gjuha diskriminuese, denigruese, gjuha që në vetvete përmban edhe fyrje dhe forma tjera të keqpërdorimit lirisë së shprehjes, mund me pru situatat papranueshme. Edhe unë besoj nuk i ban mirë dhe nuk është në funksion të frymës tolerancës dhe të zhvillimeve demokratike të këtyre proceseve. Në anën tjetër, kur jemi në prag të fushatës zgjedhore, të marrë parasysh edhe gjuhën që ka qenë në periudat të mëhershme gjatë fushatave të para e zgjedhjeve lokale, unë konsideroj që është tepër e domosdoshme gjithë spektri politik e publik me ulë dhe me reflektu mbi atë që se nga po shkon ky trend i kësaj gjuhë, sepse vjen një situatë kur gjithçka del pe kontrolli edhe besoj që mund të jetë me pasoja të jashtëzakonshme. Prandaj unë në vazhdimsi kam bërë thirrje për me pas kujdes për përgjegjësinë që kemi në raport me pozitat që mbajmë edhe me gjuhën që e përdorim. Këto e kam bërë edhe përmes raporteve publike, edhe përmes deklaratave publike, edhe përmes takimeve, përmes deklaratave për publikun, por që po besoj nuk mjafton. Unë mendoj që duhet të kemi edhe masa parandaluese, preventive, edhe aktivizim shumë të madh të autoriteteve të shtetit me qëllim që me pas në kontroll dhe krejt kjo diskurs publik mos më leju me shku drejt një situatet pa kontrollueshme. Po, jo përmendët që ka nisur, por a dihen faktor për nga ka nisur, kush e ka nisur, kush e barë përgjegjësinë për nisjen e këtij diskursi ka shtash për tani? Po, to është problem me vendosë fajin, sepse nëse e sheh, thuja se të gjitha palët kanë eksponent ose kanë persona që përdorin gjuhë tillë që nxit palën tjetër me reagu. Ka dhe individ që mund të fajsojnë zhvillimin teknologjik, sepse ju e dini tash rrjetet sociale dhe komunikimi përmes tyre është bërë tepër i lehtë dhe nuk ka asnjë lloj filtri ose lloj kontrolli. Ne kemi pas një hulumtim në vitin 2024 dhe na ka rezultuar se mediat në Kosovë janë media shumë profesionale që në përgjithësi zbatojnë ato që janë kod etikës mrena hapësirave të tyre të transmetimit, qoftë viziv, qoftë të publikimeve tjera, por që pastaj gjuha që përdorin musafirët ose të ftuarit në këto emisione, në këto studio, mund të ketë dozat gjuhës së urrejtjes ose gjuhës diskriminuese, por që
Çka del shqetësuese është reagimi pastaj i publikut. Komentet në publik dhe komentet tjera që vinë përmes rrjeteve sociale, pastaj na ka dalë që çdo i teti koment ka qenë me gjuhë të urrëties. Pra, efekti dhe ndikimi që ka fjala publike e atyre që kanë ndikim dhe kanë peshë në publik është tepër i madh dhe këto asnjëherë nuk duhet me përdorë si fuqi politike ose armë me shkaktu, si të themi, polarizim të skajshëm brenda shoqërisë që marrë deri te një konflikt në shoqëni, por që duhet me shfrytëzu për qëllime të mira. Mirë, avokat, sa i përket shkeljes drejtave të njerëzit, cilat janë institucionet që ose në bazë atyre ankesave, cilat institucione vazhdojnë të prinë shkeljes së drejtave të njerëzit? A vazhdojnë të jenë institucionet e njëjta që i keni përmendur shumë shpesh? Unë kisha dashur me referu më shumë se në çfarë gjendje është respektimi i drejtave të njerëzit në Kosovë, se sa me fol për shkeljet, sepse shkeljet janë ato ku ne kemi identifikuar mbi bazën e ankesave qytetarëve ose të hetimeve që ne kemi kryer sipas detyrës zyrtare, thoya se janë në të gjitha segmentet e institucioneve. Pra nuk ka institucion në Republikën e Kosovës që në një moment caktuar ose në një rast nuk ka ndërmarrë një veprim që cënon të drejtat njerëzit, prek ato standarde demokratike për cilat ne e kemi ndërtuar institucionet, por në përgjithësi nëse flasëm për gjendjen e drejtave të njerëzit në Republikën e Kosovës, se para mund të them se janë disa mekanizma që kanë pas vështirësi në funksionim. Ta zëm, mungesa e debatit publik në Parlamentin e Republikës Kosovës për çështjen e të drejtave të njerëzit, qoftë edhe duke i referuar raporteve të institucioneve të pavarura, siç është Avokati i Popullit, tregon një nivel dhe një shkallë më të ulët të vëmendjes institucionale në raport me vështirësitë me cilët sa qytetari përballet me realizu drejtat e veta. Pastaj kjo faza e vakumit institucional dhe si themi vazhdimi i blokadës në krijimin e institucioneve ka bërë që shumë institucione me marrë veprime që ma shumë kanë pas karakter të përfitime politike se sa të interesave të qytetarëve ose si themi plotësimit të nevojave qytetarët i kanë. Po mendoj që përderisa ne nuk i kemi një plan qeverisës afatgjatë dhe nuk i kemi projekte të qarta natyrisht që mund të jenë të shumta, ne kemi pa disa momente të tilla. Në anën tjetër kemi një vazhdimsi të problematikave që dalin me gjyqësorin, mungesa e një themi reforme të mirëfillt në administratën e shtetit që lejon ma pak gabime në administrat, po e rrit artificialisht numrin e rasteve në gjykat. Tashtë edhe niveli i gjyqësorit në aspekt me efikasitetin edhe me efektivitetin punë sa duket nuk po arrin me i përballu numrit të madh të rasteve që kanë gjykatat në shkurtim dhe faktikisht ne po mbesim në situatën e përsëritjes së problemit njëjtë, sa qytetarët ballafaqohen me problem në çastin drejtësi dhe në realizim të drejtave tyre gjyqësore për shkak të zvarritjeve të procedurave gjyqësore. Ndërsa mungesa e gatishmërisë me u përgjigj kërkesave të qytetarëve nga ana administratës hyn në radhën e shqetësimeve tjera që Avokati i Popullit i ngrit në vazhdimsi. Administratës e keni fjalën në nivel lokale qendror. Në nivel lokale qendror nuk bëjnë ndonjë përjashtim sepse ka dhe komuna që thoya në shumicën e rasteve neglizhojnë dhe shumë rrallë kthejnë përgjigje kërkesave të qytetarëve. E njëjta situatë mund të ndodhë edhe në nivelin qendror. Dhe edhe përkundër detyrimit, edhe përkundër detyrimit ligjor që e kanë ju përgjigj qytetarëve në çdo kërkesë që ata parashtrojnë, e zgjedhin këtë, si të themi, mënyrën e heshtjes, se sa duket është mënyra më e lehtë për ta, por në anën tjetër është mënyra më jo demokratike, edhe i privon qytetarët nga marrja e përgjigjeve dhe nga veprimet efikase të administratës shtetit që e kanë detyrë mbi bazë të parimeve të mirë administrimit mu kujdes për drejtat e qytetarëve. Dhe natyrisht pastaj krejt këto procese, krejt këto ankesa, kërkesa është bartën si çështje gjyqësore, shumica atyre. Krijon prap atë ngarkesën e gjykata, qytetari mbetet të shëtit, mbetet të end herë në administratë, herë në gjykat, pritjet me vite për me zgjidhur një proces gjyqësor, natyrisht humbin besimin tek institucionet, humbin besimin tek ose humbin edhe shpresën se kërkesa e tij do të zgjidhet një ditë dhe vijnë tek Avokati i Popullit natyrisht të zhgënjur, të dëshpëruar, por që
përkundër përpjekjeve tona edhe përkundër rekomandimeve të shumta që kemi bën këtë drejtim, ne deri më sot nuk kemi arrit me zgjidh këto probleme. Pra rekomandimet e avokatit popullit dhe çfarë mase po adreson apo keni shqetësime për mënyrën se si po adreson? Unë kam theksuar edhe më herët dhe në fillim të këtij viti që ky vit ka më qenë shumë sfidues për shumë arsye. E para për shkak se në vitin 2024 Parlamenti i Kosovës votoi kundër raportit të avokatit popullit. Ka qenë një rast i paprecedent, një rast që ka ndodhur për herë të parë në historinë e shtetë-ndërtimit të Kosovës. Përkundër themi maturimit e pjekurisë institucionale që tregon avokati i popullit si institucion, sa duket demokracia e Kosovës po sfidohet edhe me situata të tilla, edhe pse në botë kjo konsiderohet si një kërcënim ndaj institucioneve të pavarura. Kjo ka ndodhur, mendoj më shumë si rezultati i mungesës maturimit politik se sa si arsye që ka ekzistuar për me vepru në një formë të tillë, dhe kjo ka pas pastaj ndikim edhe në zbatim ose në realizim të rekomandimeve të avokatit. Pra keni pritur mungesën e rezultateve ka qenë e pritshme? Po, kemi pas pritur, edhe dy arsye tjera janë që lidhen masanej me një ramje të lehtë që kemi pas këtë vit në raport me zbatimin e rekomandimeve, që lidhen me fushatën zgjedhore, mungesën e institucioneve, por edhe me numrin e madh të rekomandimeve, sepse viti i kaluar, viti 2024 dhe viti 2025, mendoj që janë vitet që ka pas mas shumë të rekomandime në institucionin e avokatit popullit. Po dhe avokat sa përqind e këtyre rekomandimeve janë adresuar? Shumë të ulët? Deri tash janë mbi 17%, vitin e kaluar kanë qenë mbi 24%, domethënë kemi një ramje është e ndjeshme, por që ky trendi i zbatimit të rekomandimeve varian, e di që në fazën e konstruimit të institucioneve të reja, kur do që ndodhë ky proces, ne kemi mi përsëritur një të rekomandime dhe jam i bindur që një numër i madh i këtyre rekomandimeve kanë mu zbatu, sepse nëse e shohim dhe referohemi këtë viteve pararendse, del që vitin aktual gjithmonë ka një përqindje më të ulët të zbatimit të rekomandimeve, po kjo vazhdon viteve tjera. Edhe tash ta zëm rekomandimet e vitit 2022, ndoshta janë të realizuar në shkallën 60-70%, që kur e sheh në nivel të vendeve të rajonit, kur e sheh në nivel të sa është e zhvilluar demokracia dhe sa janë vështirësi tjera në zbatim të tyre realizimeve, unë megjithatë mund të them se ka qenë një trend pozitiv përjashtë këtë vit, i cili ka qenë... Megjithatë avokat tani mos miratimi raportit avokatit popullit dhe kjo mungesa e rezultateve tregon për një sabotim të institucionit të avokatit popullit? Në fakt nuk ka qenë mos miratim, sepse Kuvendi nuk e miratan. Kuvendi thjesht procedura votimit të raportit të avokatit popullit menaj që është një procedurë pa nevojshme. Ka qenë qysh në vitin 2016 kërkesa avokatit popullit mu heq nga procedurat, sepse në shumicën e vendeve demokratike nuk ndodh një proces i tillë. Raporti i avokatit popullit pasqyron gjendjen e drejtave të njerëzit. Aty nuk vlerësohet puna e avokatit popullit. Dhe tash në situatën konkrete, deputetët e Republikës Kosovës në 2024 kanë votu kundër gjendjes së drejtave të njerëzit, që i bjen kanë votu kundër një realiteti, edhe nuk ka asnjë efekt as juridik as kushtetues. Dhe ne kemi propozuar që legislatura e re e Kuvendit Republikës Kosovës duhet me pas parasysh që nëse don me erujt këtë institucion edhe frymën që bart avokati i popullit tek institucionet tjera, duhet me ndryshu procedurën, duhet që raporti mas mirë në nështru votimit, duhet mu prezentu raportin në Kuvend, duhet mu diskutu për raportin dhe nëse Kuvendi gjen pikat përbashkëtat vullnetit vet institucional, në formë rezolute me mbështet qëndrimet avokatit popullit, për me i shty pastaj institucionet tjera ligjë zbatuse e ekzekutive me zbatu ato rekomandime. Dhe vetëm kështu na kishëm bë besoj një model shumë të fuqishëm të rolit të avokatit popullit, po kishëm ndihmu shumë edhe demokracisë dhe qytetarëve, natyrisht edhe vetë institucioneve. Po dhe keni qenë i kënaqur që si është trajtuar në të kaluar në raporti avokatit popullit? Nuk është që kam qenë i kënaqur, kam pas reagime edhe në vitet e mëhershme. Të zamë qysh në fillim, kur unë kam prezentuar raportin e parë, që raporti i cili ka qenë i hartuar nga ish avokati,
unë e kam pa tendencën që me pas një procedurë formale të kalimit të avokatit popullit që të regon një munges respekti dhe një munges rëndësie, pra nuk i është dhënë peshë, nuk i është dhënë rëndësi. Edhe nëse ne kemi konstatu që një numër të madh qytetarëve ju kanë cënuar të drejtat në punë, drejtat në shërbime shëndetësore, ka diskriminim, ka padrejtësi, nuk mundet një gjë e tillë me kalu aq në heshtje, përderisa këta e flet një autoritet kushtetues, i cili mandat vetin vetëm e ka mbrojtjen e drejtave të njerëzit në raport me autoritetet publike. Mos harroni se demokracia në Kosovë, pse i jep peshë edhe jep rol institucioneve të pavarura, siç është avokati i popullit e bën pikërisht për me rujt kontrollin dhe balancin mes pushteteve. Një individ, një grup i qytetarëve mund të jetë shumë i pafuqishëm në raport me autoritetet. Prandaj është ideu, është konceptu një institucion i pavarur si avokati i popullit, i cili individin e barazvlerëson në peshën e fuqisë vet me autoritetet publike, kurdo që i cënohen të drejtat e njerëzit. Dhe me këto zhvillime konsideroni që është cenuar vetë institucioni i avokatit të popullit? Absolutisht që po. Absolutisht që po, sepse mos harrojmë edhe një gjë, avokati i popullit i Kosovës për vite me radhë është institucioni më i besueshëm në Republikën e Kosovës, bashkë me forcat e sigurisë, policinë e Kosovës dhe auditorin. Pra jemi 4 shtyllat më të besueshme të shtetit. Edhe kjo vjen si rezultat i punës, por dhe rezultat i besimit që ne kemi kriju qytetarët në pritjet e tyre që ne duhet me reagu. Dhe sa reagojmë ne, nëse zëri ynë shuhet të votu kundër raporteve tona, ose të na dhani kritik, çfarë do natyre qoftë ajo, natyrisht po shuhet zani qytetarëve, s'po dëgjohet edhe po kritikohet shqetësimi i qytetarëve. Dhe unë kjo besoj, jo vetëm që nuk i ban derë autoriteteve publike, po është shumë e dëmshme për vetë ato autoritetet, sepse kështu kanë me humbë besimin publik. Po, dhe avokat, çka do tani me raportin për këtë vit? Avokatit popullit marr parasysh që mund të mos kemi suqone edhe në fillim vitit tashëm? Në fakt, në vitin 2024 nuk është apruar raporti vitit 2022. Akoma është në proces raporti vitit 2023 dhe 2024, edhe tash jemi në fund të përpiluar raportin e vitit 2025. Dhe me thonë, kjo çka po rezulton nga ky fakt është që vërtet është shqetësuese, sepse tash ose duhet kuvendi që vjen mi shërtu të njëjtën ditë 3 raporte, ose të njëjtën periudhë 3 raporte, që në një masë të madhe kanë mund të humbin kontekstin për shkak se kanë kalu 3 vite nga viti 2023. Po si do që t'jetë, unë po besoj që roli i kuvendit në raport me punën e avokatit popullit është jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe unë pres që kuvendi arshëm, deputet që zgjidhen nga këto zgjedhje, me pas jo vetëm bashkëpunim e koordinim me avokatin e popullit, po me dëgju ma shumë zanin e tij, edhe me mbështet ma shumë, sepse të mbështet dhe të e fuqizu rolin avokatit popullit kanë me përfitu vetë si organ, si autoritet, po në anën tjetër kanë me përfitu shumë qytetarët. Avokati i popullit në Kosovës është ndërtu mbi bazë të standardeve tepër të larta të pavarësisë vetë institucionale dhe mënyrën se si funksionon në rajon edhe në botë merret si model. Dhe unë besoj që është tepër e rëndësishme më rujt kjo frymë, më avancu edhe më tej, sepse është një derë ku qytetarët, si themi, kanë shansën e fundit me rujt shpresën edhe me rujt besimin që megjithatë problemet e tyre mund të gjejnë zgjidhje në këtë shtet. Dhe avokat, në këtë raportin që do të përfundojnë fund këtij viti, çka tregojnë ankesat e qytetarëve, apo shkojnë duke u rritur ankesat e qytetarëve dhe cilat për juve si avokati i popullit janë më shqetësuese? Po, ajo që ka e banë shqetësuese, faktin ose të themi shkeljet që ne kemi gjetë nga ankesat, është që problemet po përsëriten, pra po bartën nga vitin e vit, që tregon që nuk ka pas një ndërhyrje efektive të shtetit me rregullu situatën. Të zamë, nëse ka zvarritit procedurave gjyqësore, pse që 10 vite është i njëjtja, apo edhe më shumë, është i njëjti problem. Nëse kemi mungesë të përgjigjeve në kërkesa, pse po ndodh kjo. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që një mbikëqyrje parlamentare, efektive, e ekzekutivit kishte me rregullu situatën. Në legjislaturën me cilën unë kam pas mandatin avokatit të popullit, pra nga viti 2020, e deri kur ka përfundu mandatin kjo legjislaturë, unë e tha me bindje dhe me plot përgjegjësi që ka mungu mbikëqyrja parlamentare në raport me ekzekutivin. Pra,
duket sikur Kosova ka rrshit nga një republik parlamentare në një republik qeveritare, ku për gjithë shka ka vendosë ekzekutivi dhe në këtë drejtim, natyrisht që ka mungesë llogaridhënies, ka mungesë përgjithësisë dhe ka mungesë të theksuar pastaj edhe të politikave ose veprimeve që janë në përputhje me standardet që lidhen edhe me funksionimin e institucioneve të pavarura. Dhe ju e keni pa të zëm qasja që politika ose institucionet kanë bajt në raport me pushtetet e ndame. Qasja në raport me avokatin e popullit, qasja në raport me gjykatën kushtetuese, qasja në raport me gjyqësorin. Krejt këto, si themi, tendenca me kërcnu, me ndërhy, me ndiku, me ushtru ndikim në vendimarrjet ndame të këtyre pushteteve e kanë rreziku funksionimin demokratik shtetit tonë, sepse shteti jonë është ndërtuar si i tillë. Ndarja e pushteteve është në bazament të shtetit, pra kemi legislativin i cili ka rol në nxjerrjen e ligjeve dhe mbikëqyrjen e autoriteteve që po i zbatojnë ato ligje, ekzekutivin, qeverinë që i zbaton politikat e vendimet që i merren edhe në parlament, edhe gjyqësorin që është institucion i ndam i shtetit dhe merret me çështje gjyqësore. Natyrisht institucionet e pavarura, këto tjera që janë këshilli, që janë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Avokati i Popullit, Auditori Kombëtar, Komisioni Pavarur i Mediave, këto janë dhe gjykata kushtetuese që është autoritet tjetër, këto janë mekanizma që balancojnë pushtetet, vendosin kontroll dhe balans mes tyre dhe nuk lejojnë me ndërhy. Dhe në momentin që rrezikohen këto, natyrisht rrezikohet komplet demokracia. Dhe a do duhet edhe ndërhyrje mekanizmave ligjor për ta ndryshuar vendimarrjen në mënyrë që të mos ketë ndërhyrje të tilla, apo kërkohet vetëm reflektim dhe ndërgjegjësim i skenës politike? Mendoj se secili duhet me ditë rolin edhe punën e vet edhe me kry mirë. Dhe kaq kish me mjaftu për me pas një ecje normale në shtetëndërtim, sepse çdo sforcim ose çdo tentim me i sforcu njënin pushtet në dëm të pushteteve tjera e cënon rendin juridik. Atëherë avokat, ju falenderoj që ishit sot këtu me ne. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.